Gjesti dhe Egli në një debat të ashpër, akuzat për ndryshim sjelljeje shkaktojnë tension mes tyre. Gjesti dhe Egli përplasen sërish në një debat të fortë, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Teksa janë ulur në obor bashkë me disa banor të tjerë, Gjesti nuk nguron ta thumbojë Eglin për sjelljen e saj, duke e akuzuar se ka ndryshuar shumë që kur doli nga Big Brother dhe u rikthye përsëri në shtëpi. Egli, si e më e njëjta që ishe më parë. Më duket sikur e ke marrë shumë seriozisht këtë lojën dhe tani po përpiqesh të dukesh ndryshe, më e fortë, më e ashpër. Por nuk je e tillë në të vërtetë, thot Gjesti me ton ironik, ndërsa e vështron me një buzëqeshje të lehtë. Egli, e cila nuk i duron dot thumbimet e tij, i kthehet menjëherë me nervozizëm. Ti kush je që të flasësh për mua? Unë s'kam ndryshuar fare, thjesht kam hapur sytë dhe po shoh se kush janë njerëzit e vërtet këtu brenda. Dhe një prej tyre je ti, Gjesti. Ti nuk më pëlqen sepse tani nuk të lejoj të më përdorësh si dikur. Banorët fillojnë ta ndjekin me interes debatin, ndërsa situata bëhet edhe më e nxehtë. E pra, Egli, të paktën dikur ishe më e sinqertë. Tani po sillet sikur je dikush tjetër, sikur ke dal nga këtu dhe je kthyer me një strategji të re, vazhdon Gjesti, duke tundur kokën. Dikur kishe tjetër qasje, ishe më e afrueshme, më e qeshur. Tani vetëm debaton dhe bën sikur je kundër të gjithëve. Egli ngre vetullat, e inatosur me ato që dëg. Egli dhe Rozana në një debat të ashpër, të vërtetat e hidhura dalin në dritë. Një atmosferë e rënduar mbush dhomën e ndenjës teksa Egli dhe Rozana debatojnë ashpër. Egli, i acaruar dhe me nerva të tensionuara, i drejtohet Rozanës me fjalë të ashpra. Ti asnjëherë nuk më ke qëndruar pranë, Rozana. Ajo që kam kuptuar nga të gjitha këto javë është se ti gjithmonë ke kërkuar vetëm të keqen për mua. Nuk kam parë asnjëherë mbështetje të vërtetë prej teje. Kur kisha nevojë për ndihmën tënde, ti ishe gjithmonë larg dhe vetëm u mundove të më dëmtoje. I thot Egli, duke e shikuar me sy të mbushur me zemërim. Rozana, e befasuar nga akuzat, nuk e përmbahet dhe i kundërpërgjigjet menjëherë, duke u mbrojtur. Kjo është absurde, Egli. Unë kam qenë gjithmonë këtu, por ti thjesht nuk ke dashur të shikosh asgjë. Po kërkon të bësh fajtor çdo person tjetër, kur e vërteta është se ti je shumë vetëpërqendruar dhe nuk ke dashur të shohësh asnjëherë përtej vetes. E kundërshton ajo, duke e vështruar me një shikim të ngërthyer. Por Egli nuk e ndalon dot rrjedhën e fjalëve të tij. Ai e ndjen që tashmë është momenti për të nxjerrë gjithçka që ka mbajtur brenda. Po, mund të thoni çfarë të doni, Rozana, por unë e di që kur nuk ke qenë sinqerte. Më ke tradhtuar shpesh me veprimet e tua dhe asnjëherë nuk ke qenë aty për të më ndihmuar, as kur kisha nevojë për dikë që të qëndronte pranë me të vërtetë. Thot Egli, duke e shtrirë duar përpara, si për të treguar se është gati të përballet me gjithçka që ka ndodhur ndërkohë. Rozana fillon të nervozohet, por tani e kupton që nuk ka mundësi tjetër përveç se të mbrojë veten. Ajo bën një hap prapa dhe përpiqet të qetësohet për disa sekonda, përpara se të reagojë. Përse duhet të qëndroj pranë ty kur gjithmonë më ke shfrytëzuar dhe ke bërë gjithçka vetëm për interesat e tua? Nuk më ke dhënë asnjë mundësi të jem aty për ty, sepse ti gjithmonë ke pasur një tjetër plan. Kjo është realiteti dhe ti thjesht nuk e kupton. Kjo fjalë shkakton një heshtje të shkurtër, ndërsa të dy janë të mbërthyer në një betejë fjalësh. Egli e sheh Rozanën me sytë e tij të mbushur me shgënjim, ndërsa ajo e ndjen zemrën e saj të dridhet nga tensioni. Po, ndoshta kam bërë gabime, por kjo nuk do të thotë se mund të më akuzosh pa të drejtë. Këtu jemi në një shtëpi dhe të gjithë bëjmë gabime, por nuk është asnjëherë vonë për të bërë diçka ndryshe. Thot Rozana, duke përpiqur të shtrëngojë një buzëqeshje të vogël për të mos lënë përshtypjen që gjithçka ka marrë fund. Megjithatë, Egli është i vendosur dhe shprehjet e tij nuk janë më të buta. Ai e di se ndjenja e tij është e vërtetë dhe ka ardhur koha të thotë gjithçka që e ka mbajtur për kaq gjallë. Nuk është vetëm për të kaluar një moment, Rozana. Ky është një përfundim për mua. Nuk dua të jem më pjesë e kësaj. Pas kësaj, ai largohet duke e lënë Rozanën të mbetur dhe të menduar. Konflikti mes tyre ka marrë një drejtim të papritura dhe tashmë të dy janë të ndarë më shumë se kurrë.
Egli dhe Gjesti në një debat të ashpër, ajo i jep fund gjithçkaj mes tyre. Tensionet mes Egli dhe Gjestit arrin kulmin gjatë një bisede në obor, ku Egli, e lodhur nga sjellja e tij, vendos ta përballojë dhe t'i bëjë të qartë se mes tyre nuk ka më asgjë. Teksa qëndrojnë përballë njëri tjetrit, ajo nuk nguron t'i thotë troç atë që mendon. Gjesti, dua ta dish një gjë një herë e mirë. Nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty, as në lojë, as jashtë. Nuk kam më ndjenja për ty dhe nuk të lejoj të më përdorësh përsëri si më parë. Thot Egli me një ton të prerë, ndërsa e vështron me sy të ftohtë. Gjesti buzëqesh lehtë, duke u munduar të mos tregoj asnjë emocion, por duket qartë se fjalët e saj nuk i pëlqejnë as pak. Egli, për çfarë po flet? Kush po të përdor? Ti vetë ishe ajo që më afroheshe gjithë kohës. E tani, papritur, del me këtë version sikur unë të kam përdorur? Më fal, por kjo s'ka asnjë kuptim. Përgjigjet ai, duke e parë me dyshim. Egli tund kokën, e vendosur në atë që sapo tha. Jo, Gjesti. Unë kam reflektuar dhe e kam kuptuar se ti je thjesht një lojtar që kërkon vëmendje. Ti nuk je i sinqert me askën, përfshirë dhe mua. Dikur mund të kem ndjerë diçka për ty, por tani e shoh qartë që nuk ja vlen. Nuk do të lejoj më të më manipulosh apo të më futësh në lojrat e tua. Banorët e tjerë i shohin me kurreshtje, ndërsa atmosfera bëhet gjithnjë e më e tensionuar. A e di çfarë mendoj unë, Egli? Ti thjesht je e lënduar sepse e kupton që unë nuk jam ai që kishe menduar. Dhe tani po përpiqesh të më bësh të dukem si i keqi. Por nuk funksionon kështu. I thot Gjesti, duke buzëqeshur me ironi. Egli merr frym thellë dhe i afrohet edhe më shumë. Jo, Gjesti. Nuk jam unë ajo që ndihet e lënduar. Ti je ai që e di shumë mirë se nuk ke më ndikim mbi mua. Prandaj, të lutem, mos më afro më dhe mos më përfshi në lojën tënde. Pas këtyre fjalëve, Egli largohet duke e lënë Gjestin të menduar, ndërsa banorët e tjerë nisin të komentojnë situatën. A është ky fundi përfundimtar mes tyre, apo Gjesti do të tentojë sërish të afrojë Eglin në lojën e tij? Gjesti, duke u ndjerë i qetë dhe pa ndonjë shqetësim, shkon afër Danjës dhe nis të bisedojë me të. Pavarësisht se Danja është duke u përpjekur të ruajë qetësinë, ai fillon të flirtojë me të. Me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim të ngacmueshëm, Gjesti i thotë, sa e bukur je, Danja. Nuk mund ta besoj se sa tërheqëse je, dhe kjo nuk është thjesht për pamjen tënde, por për mënyrën se si ndihesh gjithmonë e sigurt në vetvete. Danja, e befasuar nga ky kompliment, tenton të mbajë një qëndrim të ftohtë, por Gjesti e vazhdon talljen, duke i shtuar më shumë fjalë që tingëllojnë si një lojë flirtuese. Po, sigurisht që të pëlqen kjo, por po të thoja që ke një energji të veçantë. Çdo djalë këtu do të ishte i lumtur të ishte afër teje. Në fakt, unë mendoj se mund të bëj shumë të lumtur, vetëm imagjino çfarë mund të bëjmë bashkë. Danja, duke u ndier pak e papërshtatshme për mënyrën se si Gjesti e po e ngacmon, përpiqet të mos i japë shumë rëndësi, por ai vazhdon me të qeshura dhe fjalë që ngacmojnë ndjenjat e saj. Po, ndoshta ka ndonjë djalë këtu që do të ishte i lumtur të ishte me dikë kaq të bukur si ti, por mendoj se je më shumë se thjesht një fytyrë e bukur. Ke atë diçka që të bën të shkëlqesh në çdo hap që hedh. Fjalët e tij janë gjithmonë të ngacmuara dhe qëllimi i tij është për të bërë që Danja të reagojë, pavarësisht se ajo përpiqet të ruajë një qëndrim të qetë dhe të mos lërë të duket se është prekur nga fjalët e tij. Ajo e kupton që ai është duke bërë një shaka dhe kërkon të ruajë kontrollin mbi situatën, por Gjesti vazhdon të flirtojë me të, duke u munduar të tërheqë sa më shumë vëmendje dhe të bëjë që ajo të mendojë më shumë për të. Rozana dhe Gerta në një debat të ashpër, fyrje dhe tensione në rritje. Një debat i fortë shpërthen mes Rozanës dhe Gertës, teksa atmosfera në shtëpinë e Big Brother bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Rozana, e acaruar nga sjellja e Gertës, nuk përmbahet dhe nis ta ofendojë atë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Gerta, ti je si lopa murra. Nuk di të bësh gjë tjetër veç se të flasësh pa kuptim dhe të fusësh hundët kudo. Të paktën një herë rri në vendin tënd, i thot Rozana, duke ngritur zërin dhe duke e parë drejt në sy. Gerta, e befasuar nga kjo fyrje, fillimisht buzëqesh me ironi, por më pas acarohet dhe i kthen përgjigje. Po shiko veten tënde, moj Rozan.
Unë jam e shëndetshme dhe më pëlqen vetja kështu. Ndërsa ti je vetëm një gjuhë e keqe që nuk lë njeri pa e tallur. Kush të ka dhënë ty të drejtën të gjykosh të tjerët? Por Rozana nuk ndalet. Ajo e përqesh më tej dhe shton, jo vetëm që je si lopa mura, por edhe mendjen e ke bosh. Dhe sa për atë që thua se të pëlqen vetja, s'është faji im që dukesh si një fshes e lënë pas dere. Të tjerët në shtëpi fillojnë të reagojnë, disa qeshin nën zë, ndërsa të tjerë përpiqen të qetësojnë situatën. Por Gerta nuk e lë me kaq. Ajo afrohet më shumë drejt Rozanës dhe i përgjigjet me ton më të ashpër, ti s'ke respekt për askënd. Ti ke një gojë që nuk ndalon kurrë. Në vend që të merresh me të tjerët, shiko njëherë jetën tënde dhe ku je ka ta ndisur. Debati vazhdon për disa minuta mes tyre, me fjalë të ashpra dhe akuza nga të dyja palët. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjekin me vëmendje, të habitur se deri ku mund të shkojë ky konflikt. A do të qetësohet situata apo ky është vetëm fillimi i një përplasjeje më të madhe mes tyre? Gjesti shkakton debat në shtëpi me komentet e tij ironike, tallje dhe provokime të reja mes banorëve. Gjesti, i njohur për natyrën e tij provokuese dhe humorin shpeshherë të ashpër, vendos të bëjë një tjetër shaka që lë banorët të habitur dhe të irrituar. Teksa qëndron në sallon me disa prej tyre, ai nis të tallet dhe të bëjë komente ironike që shkaktojnë reagime të ndryshme. Më duket se s'kam më këtë ngacmoj këtu brenda, thot ai me një buzëqeshje tallse, duke parë përreth. Tani do filloj të ngacmoj lopën dhe do kërkoj lidhje me lopën, vetëm për lojë, natyrisht. Banorët fillimisht qeshin, duke menduar se ai po bën një shaka të zakonshme, por më pas disa prej tyre fillojnë të shfaqin pakënaqësi. Gjesti, po e tepron tani. Nuk mund të flasësh kështu, se ofendon të tjerët, i thot Ola, duke ngritur vetullat e saj në shenjë habie. Gjithmonë duhet të bësh ndonjë provokim për të marrë vëmendje? Gjesti nuk ndalet dhe vazhdon duke bërë sikur është duke flirtuar me një kafshë imagjinare, gjë që shkakton edhe më shumë reagime nga të pranishmit. Ore, a jeni në Terezi ju? Nuk e shihni që unë jam në kërkim të dashurisë? Më duhet të bëj diçka për të mbajtur lojën interesante. Thot ai duke qeshur dhe duke bërë gjeste të egzageruara. Ndërkohë, Rozana, e cila nuk i duron dot shakat e tilla, i kthehet me një ton të ashpër. Ti s'di më çfarë të thuash, vetëm e vetëm që të dalësh në plan të parë. Po të pëlqen të flasësh kot, po një ditë dikush do të japë përgjigjen që meriton. Gerta, e cila deri në atë moment kishte qëndruar e heshtur, e shikon me përçmim dhe i thot, nëse mendon se kështu do bëhesh interesant, e ke shumë gabim. Po dalësh jashtë, shiko mos gjesh ndonjë tjetër për lojë, se këtu s'të ecën më. Gjesti nuk e merr seriozisht dhe vazhdon të qesh, ndërsa disa nga banorët largohen, të lodhur nga sjellja e tij. Ndërkohë, ai vazhdon të bëjë komente ironike dhe të sfidojë të tjerët, duke krijuar një tjetër moment tensioni në shtëpi. A do të vazhdojë Gjesti me provokimet e tij, apo do të përballet me pasojat e këtyre komenteve? Dëg. Egli i largohet Gjestit, apo shfaqet një përçarje mes tyre? Në një moment tensioni brenda shtëpisë së Big Brother, Gjesti përpiqet t'i afrohet Eglit, por ajo reagon me ftohtësi dhe nuk i jep asnjë mundësi për të komunikuar. Me një qëndrim të prerë dhe të distancuar, Egli shmang çdo kontakt me të, duke treguar qartë se nuk dëshiron ta ketë pranë. Gjesti, i habitur nga reagimi i saj, fillimisht mundohet të kuptojë se çfarë po ndodh, por Egli e injoron plotësisht. Ajo nuk e shikon në sy, nuk i flet dhe madje largohet menjëherë nga ambienti ku ndodhet ai. Si duket, diçka ka ndryshuar mes tyre dhe Egli nuk ka më interes të jetë pranë tij. Pse më injoron kështu? I thot Gjesti, duke u përpjekur të kuptojë sjelljen e saj. Por Egli nuk reagon. Ajo vazhdon të qëndrojë e distancuar dhe nuk i përgjigjet fare, duke treguar hapur se nuk dëshiron asnjë lloj komunikimi me të. Banorët e tjerë fillojnë të vërejnë këtë situatë dhe disa madje komentojnë mes tyre, duket sikur Egli është zhgënjur nga Gjesti dhe nuk do më t'i afrohet, thot një prej tyre, ndërsa të tjerët e ndjekin me kurreshtje këtë dinamik të re. Pyetja që lind tani është, a do të përpiqet Gjesti ta qetësojë Eglin dhe ta sqarojë situatën? Apo ky është fundi i raportit të tyre brenda shtëpisë?
Egli distancohet nga gjesti, deklarata e saj e fortë trazon shtëpinë e Big Brother. Në një bisedë të hapur me disa banorë të tjerë, Egli shpreh hapur qëndrimin e saj ndaj gjesti dhe nuk përmbahet as pak në fjalët që zgjedh për të. Ajo duket e vendosur për të mos pasur më asnjë lidhje me të dhe e thot këtë gjë me tone të forta. Unë do t'i qëndroj larg gjestit. Nuk dua të kem asnjë lidhje me të, sepse ai nuk është personi që unë mendova se ishte në fillim, shprehet Egli me një ton të prerë, ndërsa të tjerët e dëgjojnë me vëmendje. Ajo shton më tej se ka parë shumë veprime nga ana e tij që nuk i pëlqejnë dhe që sipas saj tregojnë se ai është një lojtar i paskrupull, që nuk e ka as pak problem të manipulojë dhe të përdorë njerëzit për përfitimin e tij. Ai është një strateg i mirë, por jo një njeri i mirë. Unë nuk i besoj më. Dhe nuk dua të jem më pjesë e lojës së tij, prandaj do të qëndroj sa më larg, vijon Egli e vendosur, duke lënë të kuptohet se mes tyre tashmë ka një ndarje të qartë. Banorët e tjerë reagojnë të habitur nga qëndrimi i saj, pasi më parë Egli dhe gjesti dukeshin se kishin një raport relativisht të mirë brenda shtëpisë. Disa prej tyre madje përpiqen ta qetësojnë, duke i sugjeruar që të mos e marrë gjithçka kaq personalisht, por Egli nuk lëkundet nga mendimi i saj. Jo, nuk është çështje personale. Unë thjesht nuk dua të rri pranë një personi që nuk ka parime dhe që për lojën e tij është i gatshëm të bëjë çdo gjë. Ai nuk është dikush me të cilin unë dua të shoqërohem. Kjo deklaratë e saj pritet të sjellë më shumë tensione në shtëpi, veçanërisht nëse gjesti merr vesh qëndrimin e saj. A do të ketë një përplasje mes tyre? Apo gjesti do të përpiqet ta bindë që të ndryshojë mendim? Gjesti i kërkon falje Rizartës, a do ta pranoj ajo faljen e tij? Pas një periudhe tensionesh dhe debatesh të ashpra mes tyre, gjesti vendos t'i kërkoj falje Rizartës për fjalët e rënda që i kishte thënë më parë. Ai i afrohet asaj me një ton të butë dhe një shprehje të penduar në fytyrë, duke e pranuar gabimin e tij. Rizarta, më fal. E di që e kam tepruar me fjalët e mia dhe nuk duhet të kisha quajtur të pamoralshme. Nuk e kisha me të keq, ndoshta më ka marrë rrjedha e lojës dhe emocioneve, por nuk doja të lëndoja, i thot ai me sinqeritet. Rizarta, e cila ka qenë shumë e prekur nga fjalët e tij, qëndron për disa sekonda në heshtje, duke reflektuar mbi situatën. Ajo e shikon drejtë në sy dhe i përgjigjet me një ton serioz. Gjesti, e di sa shumë më lëndove? Nuk janë gjëra që mund të thuash dhe pastaj thjesht të kërkosh falje si të mos ketë ndodhur asgjë. Ti e di shumë mirë që unë nuk jam ashtu siç më ke përshkruar, dhe nuk e prisja një ofendim të tillë nga ty. Gjesti ul kokën dhe e pranon se ka gabuar. E di, e pranoj që isha i padrejt ndaj teje. Nuk ka justifikim për atë që thash, por të paktën dua të dish që e ndjej vërtet keqardhjen. Nëse do të mundja ta ktheja kohën pas, nuk do t'i thoja ato fjalë. Të tjerët brenda shtëpisë i vëzhgojnë nga larg, duke pritur të shohin nëse Rizarta do ta pranojë faljen e tij apo do ta refuzojë përfundimisht. Ajo merr një frym të thellë dhe, pas një pauze të shkurtër, i thot: "Do ta pranoj faljen tënde, por jo sepse dua ta harroj atë që ndodhi. E pranoj vetëm sepse dua të ecim përpara dhe të mos lejoj që kjo të ndikojë më në lojën tonë. Por të lutem, mos më zhgënje më." Gjesti buzëqesh lehtë dhe e falenderon, të premtoj që do të kem më shumë kujdes me fjalët e mia. Me këtë përballje duket se një konflikt i madh është zbutur, por mbetet për t'u parë nëse Rizarta do ta besojë vërtet pendesën e gjestit apo do të mbajë ende dyshime ndaj tij. Gjesti dhe Danja, a ka një fiksim Danja për të? Gjesti, si gjithmonë i prirur për shaka dhe ngacmime, e gjen veten në një tjetër situatë zbavitëse me Danjën. Teksa ata qëndrojnë së bashku në obor, mes të qeshurave dhe batutave, ai fillon ta ngacmojë, duke i thënë se ajo e ka fiksim atë, por nuk e pranon hapur. Danja, ti mund të mohosh sa të duash, por unë e di shumë mirë që më ke fiksim. E di që të pëlqej, e shoh si më shikon. I thot ai me një buzëqeshje djallëzore. Danja, e habitur nga fjalët e tij, e kundërshton menjëherë duke qeshur me ironi: "Mos e beso këtë vetë shumë, Gjesti. Pse mendon se do të kisha fiksim ty? Unë s'kam asgjë me ty, thjesht bëjmë muhabet." Por Gjesti nuk ndalet me kaq dhe vazhdon ta ngacmojë më tej. Ai afrohet pak më shumë dhe me një ton lozonjar i thot: "Pranoje, ti do të më puthësh."
Po të mos ishin kamerat këtu, ti do ishe hedhur tashmë. Danja ngre vetullat dhe tund kokën me një buzëqeshje skeptike. Mos u gënje vetë kot, Gjesti. Nuk e di nga të vjen kjo vetë besim kaq e madhe, por më mirë ruaje për dikë tjetër. Unë s'kam ndërmend të puth, qetësohu. Ja kthen ajo me një ton të prerë, por me një nënqeshje që tregon se po i shijon kjo lojë fjalësh. Gjesti nuk dorëzohet dhe vazhdon ta sfidoj. Hajde, pranoje. Nuk ka asgjë të keqe nëse të pëlqej unë. Të paktën je me shije të mirë. Danja i jep një shikim thumbues dhe e shtyn lehtë me dorë, duke qeshur. Ti nuk ndalesh kurrë, apo jo? Do më bësh të largohem nga këtu, se s'të duroj dot më. Të tjerët që janë përreth i dëgjojnë dhe qeshin me këtë shkëmbim batutash, duke shijuar dinamikën e tyre lozonjare. Megjithse Danja mohon çdo ndjenjë ndaj Gjestit, nuk mund të mohohet fakti që ajo po argëtohet shumë me këtë situatë. Por pyetja mbetet, po të mos ishin kamerat, a do të kishte një puthje mes tyre? Apo thjesht Gjesti po luan me fjalët si gjithmonë?